Dilni nga loja e të sulmuarit çdo njeri, se do përfundoni gjithë në dhoma reflektimi. Edhe i bie me bo vetëm dhoma reflektimi aty në Big Brother. E para, e dyta, mi pra prit ta mbaroj marrë mendimin tim. Ti the mendimin ta, ty të pëlqen Mateo, mua nuk pëlqen mënyra se si. Mua nuk më pëlqen Mateo, mua pëlqen e vërteta, dhe vërteta është që nëse do thuash që Unë të marrë mendimin tim, në këtë këndvështrim, problemi që kanë këta të gjithë, është që marrëdhënia e Mirit me Selinën e ngritën pjetesalin e krevatit, u dështoi, sepse dolën të preferuarit, ishte Krisja i që dha të drejtën e krevatit, pastaj u bë pishman, dolën tre të preferuarit e shtëpisë, tani u bën gjithë keq liuturën të gjithë Mirit, kur erdhi puna për të marrë pastaj vëmendjen dhe pra përsëri edhe me vëmendjen e kutisë Pandorës, që po ju plas shpirti të gjithë për të marrë vesh çka ka ndodhur ke kutia Pandorës, do pushosh ti o vlla? Po na lera ato vati sigurisht shtatanik. Pritet të marroj mendimin tim. Jepi vetëm aty kur të marrësh. Tjetra, dhe ana tjetër e gjithë këndvështrimit, përsëri që është shumë e ulët nga ana tyre, edhe një marrëdhënie të Mirit me vajzën e vet, ata përsëri mundohen ta keqpërdorin. Okej, se të bëj një pyetje. Jo, s'ket për të përgjigjesh fare se nuk e di. Kuptova logjikën. Të bëj një pyetje. Po. A sipas teje qëndron fakti që shumë persona që kanë qenë afër Mirit deri në ditën e 46 e gjejnë veten jashtë shtëpisë, po apo jo? Jo, sepse voton. Po një sekond më. Po një sekond. Ore pritjer, votoni juve aty, voton Miri për Loren që do dali nga shtëpia? Voton Miri për Angelon që del nga shtëpia? Jo, po një sekond, po pritore, po dëgjoni. Ore disi jeni juve? Patjetër që voton publik. Ju jeni shumë problematik. Ju nuk kuptoni, nuk votoni ju mor zotrinj. Votoj njerëzit këtu jashtë. Dhe nëse ju nuk ofroni, më falë të mbaroj, dhe nëse ju nuk ofroni ide, vlera, emancipim, dashuri, se vetëm dashuri s'ka aty. Monika, je 6 minuta. Nëse ju nuk... Sa më kanë durju mu duar trokitjet për ty arbri, kam që më gjata se pia, se fjalimet e mija. 6 minuta, vetëm ta dim kur marrot. Në momentin... Ore ta marroj, në momentin që ju nuk ofroni loj, o Greta i sekund, në momentin që ju nuk ofroni loj, në momentin që ju nuk ofroni sensualitete që prekin opinionin publik, nuk të votoj njëri më vlla, hidhu për pjetë. Po si të bëjnë lojë, i votu që të gjithë banorët të bëjnë mirën për të gjithë e marrim nga kamera, kush është lojtar këtu, i bëm ball debatit. Miri shmang e debatit. Po s'ka Rogerti është lojtari me fjalorin më të pisët, Miri është njeriu me lojë më të pisët që ai shmang e çdo debat. Je debat se ti thumu në Brush, o vlla. Ti thumu në Brush. Big Brother në ballë percepat. Faqezi. Kaqësh. Okej. Edhe në debat. Tani, Arbër dhe pastaj Kristi, Arbër po. E vetmja gjë që po thoja ishte fakti që kur thuaj që përdorin Mirin për të kapur pramin, kjo s'është e vërtetë. Sepse Mateo s'ka pas... Ta marroj të lutem. Mateo nuk ka pas... 4 herë do të ndërpres. U bon 3. Tani, Mateo ka dalë në pramin për historitë e veta. Nuk ka dalë për historitë me Mirin. Tani, në këtë fazë të lojës, nëse Mateo do me sulmu Mirin, është krejt normal. Dakor, po do me sulmu më tepër. Do me shtu dozën e sulmit. Pse? Spari, sepse mendoj që historitë e tyre nuk kanë pas në i dallimi dy njëri tjetrit. Ama e vërteta është që nëse do t'i japësh dhe t'i thuash publikisht mirat e Mirit, do t'i thuash dhe të mirat e Mateos. Sepse ti do t'i ngresh. Mateo 4 vjet me i propozu Pikenës. Jo, Mateo i ka propozu, po puna është se la njëri dhe u kthy për Tiranë. Po, ta them. Ju që do lufton? Jo, nuk lufton. Të lutem. Ti me Mirin, të lutem. Njeriu aty që do lufton. O Miri, ti ti duhet të jesh i drejtë herë sepse kur flet Monika, ti do të mbahesh aty në shtëpi heshtje. Kështu që edhe kur të flasun, ruaj heshtjen aty që ta marroj në komentin. Do më lërë të mbaroj? Edhe jam i vetmi tu që kur më kundërshton. Të lutem, do më lërë të mbaroj që nuk janë. Të lutem, do më lërë të mbaroj. Unë i vetë do më lërë të mbaroj, të lutem. Asnjëri nga këta nuk e Të lutem, do më lërë të mbaroj. Jo mbarosh patjetër.
Se ke edhe publikun. Pari një herë ti do ta vlerësosh faktin që po flasim për ty dhe të respektosh audiencën. Tani, ajo që po them unë është që ju riktheheni te marrëdhënia e Mateos. Mateo ka qenë një marrëdhënie e kufizuar. Ti me Mirin mendon që ajo situatë mund të uzithet me shpata. Ai nuk e ka ndaj që mund të zgjidhet me shpata dhe është kthy këtu. U gjend përpara kësaj situate. Ka një plak tjetër. Jo, u gjend ai. U gjend ai para kësaj situate. Ishte prikena këtu. Po ku diti kur ka mos unë shok. Po se erdhe dhe kërkove direkt në akuarium. Jo se e kam pasur në mbrapa. O djali logjik shumë. Para 20 minutash the un kam besim që ai mund ndjej. Tash mos e dridh çdo 15 minuta. Se na the para 15 minutash që unë besoj. Tash thu, erdhi me e përdor. Ndaje me, erdhi me e përdor apo? Ashtu erdhi. Si erdhi? Po kaq më me e përdor. Si situatë. Ku e di ti që ai erdhi me e përdor? Ai erdhi, u kornizua në një marrëdhënie për të cilën ka folur vetëm kur është pyetur. Po vetëm kur është pyetur ka folur. Nuk do të presi kur të pyetet. Unë mendoj që arsyeja e vërtetë. Shiko. Kaq. Tani do debatojmë? Po na e pra kot flasim. Unë mendoj që arsyeja e vërtetë që edhe ty të intereson debati me Mateon është sepse ti ke filluar të ndjesh rrezik. Nga kush? Ka Mateo. Po pse çfarë po Mateo? Mateo. Çfarë po bën Mateo që unë jam në rrezik? Ta jap në të përgjigje. Ja. Ta jap unë. Po vjen pra ta jap. Mateo e ka ndje herët rrezikun me ty. Po? E ka ndje herët rrezikun me ty. Po? Nuk e ka ndje sot. Edhe prandaj përplaset me ty. Ore vjen Mateo kurse ti ke frikë përplasësh. Vjen Mateo përplaset me mua, nuk shkoj unë te Mateo. O mi, po fal ti e pjesë e shtëpisë. Ti e pjesë e shtëpisë, pse mos vit merret me ty? Kaq. Pse të mos merret me ty? Po të merret më. Po pra, eksakt, këtë po them. Po pra, merret dhe unë po merrem. Po, jo ti e kam për Mirin. Po pse ndjem unë rrezik të se kuptoj. Ta them unë pse? Apo është opinioni jot? Arber, në çastin që ishte situata ime me Brikenën. Surprizë, Miri bën. Po gjitha këto që them unë, opinionet e mia janë, nuk janë opinionet e juaja. Jo në rregull. Po ti nuk po thua opinion, ti po i gjykon. Jo, unë po them opinion. Unë po them opinion. Në konvështrimin tim, shu e nisa, fjalin time dhe plotësova. S'është fakt ai që thua. Le ta mbaroj Arbi, le. Legjon. Po. A mundem edhe unë me thënë diçka? Në lidhje me çfarë? Unë du me konfirmu, unë nuk jam vajzë e Mirit, e kupton unë G e kam Mirin. Çfarë e ke? G. He's my G. Që do me thënë? Që do me thënë... Qështu, my G, nuk di si me të shpërbua ma mire, e kupton. Dije mafër. Jo, për që ta kuptojmë se, qiko, fatkeqësisht... Si shok me shok, a e kupton, as jo si shoqe, shok me shok, në atë aspekt. Atëre, ma shpjegone anglisht, my G është abbreviation për çfarë? My G, si me shpjegu. My gangsta. My gangsta, okej. Do më thënë my bro. Me mu, Miri është një person shumë respektueshëm, edhe prej si ka marrë të shtëpi është një person për mu që 100% e di që janë të lujt loj me Selin, edhe prej fidimit e kam thënë mu ma pëlqen lojnë, e ke fillu vallën, vazhdoni, bravo, se e kanë marrë vëmendja. Prit ju në jam të fort, një sekund, prit. Po lere një sekund më flasin, një sekund. Nuk do t'a lësh flasin. Një sekund. Unë jam artiste. Unë jam artiste. Unë jam artiste. Po mirë më ti mos bie, ç'keti ti shit taksin tafe. Unë jam artiste, dhe këtu kam ardhur me Big Brother. Edhe normalisht kam qejf me pasa, e kupton një person që vërtet mundesh me ullë dhe me bë muhabetet. Jo vetëm me Miri, unë kam fol edhe me Mateo, edhe Mateo është një qënë shumë respektushëm. Kam fol edhe me Mali, edhe me Gimbo, edhe me Stenaldo, ma shumë e kupton muhabetet mu ma shkon me qunat. Ama këto qunat këtu, më ofendojnë, kur më thojnë mu, je goca ushtari e Mirit, unë nuk jam. Nuk je, falenderit baby G që e sqarove. Unë do të them kur je gabim, ama edhe ligje tjetër, një sekund. Kam respekt për Mateo. Kam respekt për Mateo. Ama unë çdo herë që kam nejt me Mirin, kur nuk kam fol për Mateo, a çdo herë që kam nejt me Mateo, Miri. Edhe unë ja kam thënë Mateos, ti je më ushtar. Ti je ushtar i Mirit. Se çdo herë unë du me fol një muhabet fix me Mateo, jo Miri. Po mirë, baby G, kur ti rrim me Mirin, për çfarë flisni?
Për astronomi. Flasim për muzikën. Qa nuk flisim? Ja, kujto pak bisedën e fundit që ke bërë me Mirin. E mban? Qa bisedën? Po. Nijem rahat me aj, nuk nijem si kur më gjykon. qa flisim? Po çfarë bisede ke bërë? Se përderisa Miri, nuk të pyet aty, i dashur. I dashur Miri. Nuk të pyet aty. I dashur Miri, që të zofi. Miri, unë me pasortën. Nuk ka nevojë për gojën sate, ka të vetën. Jo, Ledion, okej, ju s'keni qenë atje kur kemi fol na. Kemi fol shumë biseda. Jo, ne jemi tërkohës. Unë dua ta kujtosh ti se ne jemi tërkohës, ju shohim tërkohës. Kemi biseduar, i kanë treguar dhe historinë. Nuk të pyet aty. Nuk të pyet aty, mo nuk të pyet aty. E di shumë mirë që nëse do të pyes ty, ti e mban mend shumë mirë për çfarë flisni. Ledion, muhabeti e fundit ka qenë kur ka bë koncert Miri edhe ja kanë ardhur 5 persona, edhe ka performu. Ja më të Ky ishte muhabeti i fundit. Po ky ishte muhabeti i fundit. Shumë bukur, shumë bukur. Mirë. Po çfarë? Është vërtet kjo. Kunata, ç'a halli keni kunata? Jo, Se e kishit ngritur dorën të dyja. Dëgjova, duket Mateo tha që sot po debatonte BBG dhe Miru u çua dhe i hodhi dorën qafë. Ka një gjë që pavarësisht se një sekond. Pavarësisht se unë me Mirin kemi quajtur se kemi një lojë dhe jemi aleat. Ka pasur shumë situata dhe Miri e preka me dorë, du me pa videon ku e kam prekur me dorë. Ka pasur shumë situata dhe ka pasur shumë momente që unë Mirit ja kam bërë të ndaluar faktin që në moment që unë debatoj, unë dua të debatoj vetëm me kushdo që është për ballë. E thamë atë që Miri nuk të manipulon. Duhet bëj dhe Baby G dhe të gjitha personat e tjerë që po ndihen të manipuluar nga Miri. E qartë, e kuptuam, Ky nuk është problemi i Mirit. Po ky nuk është problemi i Mirit. Po jo, patjetër, Mateo në asnjë moment nuk tha që ky është problemi i Mirit. Mateo thjesht kërkon që Miri të pranojë faktin që Një sekond. Miri po ecën duke përdorur paderica banorët e tjerë. Kaq do Mateo, nuk thotë që ajo që po bën Miri është gabim. Nuk e çova deri në fund, as nuk mundova me shpjegu, kështu që okay. Më vjen keq që nuk e çova deri në fund, po për sa kohë vet Miri nuk të lë të çosh diçka deri në fund, çfarë bëjmë? Një moment. Shiko, te debati që ka qenë sot ishte debati. E kemi parë. Një sekond. Baby G ka debatuar e vetme me të katërt. Unë kam qenë. Po një sekond. Po një sekond. Ka debatuar e vetme me katërt. Po le të gënjejmë. Diza të marr Lavdin. Diza ka afër, Diza nga larg. E kemi parë çfarë ka bërë Baby G, e kemi parë çfarë ka bërë Miri, çfarë ka bërë Juela dhe çfarë ka bërë të tjerë. të lutem. Po je i qartë më Miri. Po jo më nuk jam i qartë. Çfarë do të çaj në fund? Çfarë do të qartë sot? Ja, ta them unë. Po një sekond, po zhurmusi. Atëre stop, se tani e teprua të gjithë. Vetëm një moment, lutem. Një fjali një debat. Një fjali të lutem, një fjali. Çfarë do të thuash? Dy. Jo dy, një. Një. Ka qenë një debat që e ka bërë vetëm Baby G me 4 persona. Super, faleminderit. Jam afruar në momentin që është përdor emri im. Shumë bukur. Okej, ashtu. Kush e ka parë debatin e di se si ka ndodhur. A ka qenë ashtu apo ka qenë ndryshe? Po, Greta, se e lat ju me fol. Greta duhet të thuash, shiko, në këtë pikë Greta duhet të thuash ose diçka jashtëzakonisht të zgjuar dhe paqedashse ose hesht. Jo, doja të thoja që Miri është i pari që flet për Mateon, i hedh xixat edhe thot pastaj erdhi ai të flasi për mua. Ana e ndezi prapë Greta, Ana e ndezi kunata prapë situatë. Jo, absolutisht, se ty të pëlqen vëmendja, ti e ngacmon, e provokon edhe tu, ti erdhe te unë, jo, ti je i pari që ngacmon një thu. I thot direkt në Burushi. Ku e ke Selinin? Ajo është në përshpi. Ai flet i pari, s'flasun. O Miri, ti je i pari që i thua o taksi, o autobus dhe ai normal që do të përgjigjet, a kupton? Po ty të pëlqen që njerëzit vinë te ti. Okej, që të mos shkojmë në ritregim historie, e kuptuam që shtëpia qëndron totalisht e ndar mes atyre që mendojnë që Miri ecën përpara duke përdorur energjitë e atyre që lejojnë veten të manipulohen, dhe mes atyre që mendojnë që në fakt
Miri nuk bën asgjë të këtij lloji, ata që kanë dalë sepse nuk kanë ditur të performojnë brenda lojës. Kështu që edhe për këtë çështje do të vazhdojmë të bijem dakord për të mos rënë dakord. Ta them një fjalë shkurt fare. Po, Stenaldo. Edhe në një realitet të vështirë si ky Big Brotherit, Miri dhe Mateo prap mund të bëjnë balet së bashku. Po, patjetër, po kjo është Big Brother pra, që ti edhe debaton, edhe ngrezërin, po pastaj fut me të kërcyre. I vë Selinin në koreografi që të mos kenë ku të shkojnë. Ros koreografi. Shiko dhe malin brenda biles. Është shumë muzika është shëruese Stenaldo, është një nga gjërat më shëruese në botë, domethënë ka shëruar plag shumë më të thella se sa ajo mes Mirit dhe Mateos. Ja, po pikërisht. Të cilët thellë besoj se duhen me njëri tjetrin. Ka një farë dashurie kështu e. Të jenë miq kur të përfundoj Big Brother. A janë Selin dhe Brikena xheloz për këtë punë apo? A se dim, ato mund të jenë, ja, siç është Selin dhe Greta, mund të jenë kunata. Qysha, bashkë në Dion. Okej, se kaluam nga telenovel Big Brotheri në Skaravanti Çantra çajek se çancja. Do doja të thoja që vllai i madh më thot se ditën e enjte do të keni mundësinë të gatuani, jo se nuk gatuani tërkohës, por kësaj radhe të gatuani dhe të shisni produktet për fansat tuaj. Pra ato që gatuani të shisni për fansat. Big Brother VIP në bashkëpunim me Foodini dhe Lori Cafe do të përfshin në aplikacionin shërbimin tuaj të restorantit që do të quhet Big Brother VIP. Keni kohë të mendoni menun tuaj me një super ushqim të gatuar nga vetë ju, që mund të porositet live në aplikacion dhe të shpërndahet përmes motoristave të shkëlqyer të Foodini direkt nga shtëpia e Big Brother VIP deri tek Vlerësit. Parat që do të mblidhen do të shkojnë në ndihmë të një familje në nevojë me rastin e së cilës vllai i madh do t'i njoftoj. Porosit mund t'i bëni vetëm nga Tirana, duke shkarkuar aplikacionin Foodini nëse nuk e keni ende, që dyshoj, dhe për çdo porosi do të përfitoni edhe një muaj shpërndarje falas, pra nuk do të paguani atë finë e deliverit. Atëre, Ina, çfarë mendon nëse do të vazhdosh të qëndrosh në shtëpi, çfarë mendon se do të gatuash ti? Po, është marrë vesh. A unë mendoj të bësh... Jo, bëj atë që e bëje me fruta, me kos, me mjalë, që bëje një përzierje të vetë. Jo, atë ma përgatisnin mua, nuk e bëj. Ta përgatisnin atë? O, më raftë pika mua. S'ka kush ta përgatitën. Unë mund të bëj një kek. E kam bërë dhe këto ditë. Kek? Qarë keku? Po, kam pasur edhe një përballje me Gretën për këtë gjëre gjatë. Krusita apo tia, thua në i qik për të gatuar, apo? Më shumë vezë në këtë shtëpi. Cop, jam. Cop, edhe ti. Blem një pasta në i gjë kështu e qaj me lota. Ore, po kush gatuan aty nga kote? Vetëm Selin? Jo, se të gjithë gatuan nga pak, që qartësojnë. Selina, okej, mirë gatuan. Legion, unë do bëj një byrek. Fix ka kuksi. Byrek ka kuksi, super. Po, me spinaq, me djatë edhe do e bëj mjellin nga durët e mia magjike. Atë do t'a porosisun për Monikën. A do t'nimoj Miri të kjo? Dhe unë do t'nimoj Devigjin që t'a bëj. Që t'a bëj të përfunushën. Që e kam. Nise, do jetë goxha interesante, vetëm ju lutem shumë higjiena në maksimum ose do na flishni me njerëzit pastaj. Pra, lani duart, kapini ato flok. I shohim dhe me kamera. Me doreza, me gjëra, sepse jeni në monitorim të vazhdueshëm dhe imagjino për shembull të ashtu, mos na flishni, aman, lutem. Jo. Mirë, po ju lë me njëri tjetrin, mbyllim lidhjen me shtëpinë. Tani se na ra në hiqime e Brikenës nuk është në një gjë, kupton publicitet.